Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita Regjistri Sociologjik, një projekt monumental i fotografes polake Sofia Rydet, që dokumenton jetën, identitetin dhe ndryshimet shoqërore në Shqipëri dhe Poloni, gjatë dekadave të fundit të shekullit 20 me mbi 20.000 imazhe. Përmes një qasje unike, Rydet ndërtoi seri të strukturuara si gratë në pragje, profesione, dritaret e të tjerë, duke krijuar një pasqyrë të thellë të jetës së përditshme. Paralelisht ajo pasqyron edhe ndikimin e figurës së Papa Gjon Pali II në familjet polake. Nisi nga Dorota Horodiska, presidentja e shoqatës Shqipëri-Poloni. Ajo shumë e apasionuar pas kulturës së vendit tuaj. Kishte dëgjuar në radio që Zofia Rydet kishte realizuar një set fotografish në Shqipërinë e viteve 60. Erdhi në Krakov dhe i pam së bashku fotot dhe më tha se duhet të bëjmë diçka për të dy vendet. Ja ku jemi sot, pas 60 vitesh, kthyem Zofia Rydet në Shqipëri. Perceptimi i punës që ka bërë Zofia është i veçantë sepse kur u prezantua në Poloni, të gjithë na thanë se fotot janë nga përditshmëria e Polonisë, kur shkuam në Londër janë realitet britanik dhe tani në Shqipëri po na thonë se është jeta e shqiptarëve. Pra ka diçka shumë universale në këto foto, ku gjithë secili gjen veten dhe ky është talenti i vërtet i Zofias. Ky projekt i kalon dimensionin e thjesht dokumentar dhe shndrohet në një atlas vizual, ku fotografia funksionon si dëshmi antropologjike dhe reflektim artistik. Të veçanta ishin fotot e realizuara në Shqipërinë e viteve 60 në Shkodër, Tiranë, Krujë, Vlorë e të tjerë, të publikuara për herë të parë.